avokati im, i cili e ka pa krejtësisht normale me marrë pjesë në një protestë, sepse unë nuk e kam thy asë një regull të protestës. Po pa dosh me arsyetu kryeministrin Edi Rama, ju e dini që para disa viteve ka pas sulm kibernetik Shqipëria nga Irani. Kështu e kom dëgju në lojme, sa nështë adhaj është frigu Edi Rama kryeministri edhe ka menu që... Shiko, ata mu Irani hiq bashkë nuk më intereson, as Iranit nuk i intereson Kosova Shqipnia, na jemi 3 milion e gjysë sa kemi met komplet, se na jemi 10 e ma shumë si shqiptar, nësa një mahale të Teheranit jemi. Unë i gjithmonë kam thonë, edhe në gjykat, kur kam qenë 2020, kur jam akuzu, do me thonë, dyshime për kryerin e veprave terroriste, unë e kom thonë, badjava e keni, se unë nuk kam lidhje me Iranin. Je shpallë e pafajshme? Përveç, po, jam shpallë e pafajshme. E kam kështu informacione që keme mora përmet dëmë shpërblimin? Po, tash, si vjetë e kom gati dëmë shpërblimin, inshallah me 6 shifrat. Krejt që ka i mërë, kom i dhënë për kulturë, për artista. Në më dhëmë pas keme popore. Po, qato, të kjervis një par agente të kjerë, nuk të kjerë bashkë. Unë e gjithmonë kom pare, veç na i herë nuk më qilojnë. Agente në avokatit. Dhe më dhëmë ti ku i shpallë e pafajshme, a? Politik, kjo është po, atëherë në 2020 unë jam shpallë e pafajshme, mas 2 viteve gjykimi, edhe janë shpallë të pafajshme shumë edhe hoxhallar, për shembull, në atë 40 hoxhallarët, që e zunën edhe Shefshet Krasniqi ma shumë se unë ka nejtë në burg. Unë e vetëm 1 muj edhe në 2 në shpi në arrest. Po veç, Shefshet në shpalli pafajshme? Mirë po, edhe aje shpalli pafajshme, por unë jam shpall e pafajshme plus të drejtën e marrjes së dëm shpërblimi. E pse ata s'ka të drejtë më dëm shpërblimi? Nuk e di që shpunon gjykata, mirë po unë e kam marrë sepse kam dalë koncept të pafajshme. E pse bre i bollet të kanë gjujtë ka shumë, se thujnë pa hongër udër e era s'dvjen. Qka punon i këbolle, ata dim sonte cili është ideoli i këbollës, qka? Me hongër udër, d'vjen era udër. Po, kur të hanë portokalla, era portokall. Po i këballja, qëfar veprimtari e ka, qa që është e hapur, qa që është transparente, kur nuk kam dit me fsheh diçka. Po brejnë brëm femrat shumë. Prej veprimtaris time, sepse e kam një të metë, zotri Sadri. Sepse unë nuk di me majtë në mend rrenën. Se të qiko, kur të rrenë ti diçka, unë sot të thëmë ty, një të rrenë. Po shtë vërtet e që për do me thonë. Edhe ku shkoj të tjetri, e harron edhe rrenën tonë. Si i thash këti, si i thash ati, edhe pastaj unë e humbi atë paqen time shpirtërore. Kështu që ma mirë për mua është një vdekje me dignitet, se sa një jetë me poshtrime, apo me përullje të pandersh. Avokati Altin Goxhaj, dhe me thonë që e kemi postu në studio bashkë edhe me juve ka qenë, po, e ndëgjova. Ka pas thonë era agent e Izraelit. Po, këtë të gjënë e Iranit, e tasht edhe Ahmadinejadin e kanë thonë kështu, dhe me thonë në përlojme, nëse s'ga bëjt nërkomtare që po del si agent i Mosadit e sen, po në pak si shë vërtet. To janë krejtë rrena. Edhe ti, po. Mirë po, Goxhaj une për ato avokati im veç e kam marë parasysh këtë, ja kom që linkun e emisionit juj, edhe avokat Goxhaj ka me dhënë përgjegjësi për këto, se kjo shpifje te për e madhe. Për ne me ligjin e Kosovës, për një shpifje që ta bëjnë 3 muj deri në 3 vjet ka burgim, ose dëm shpërblim. E aj që 2 herë ka përmend, edhe atë ditë më ka thënë ku kam qenë në emision, edhe kështu. Kështu që avokat Goxhaj ka me pas punë me ligjin, sepse ai ka bo shpifje shumë të madhe. Ka thënë e Izraelit, po mjaft bre shpiuna, që ka thënë? Po, agente. Agente Izraelit e Mossadit, njëherë terroriste mbonën, tash agente, prit një bre njerë, se unë jam shqiptare. Po të kena po me një fotografime... Unë jam e frëmzume, që vla u im, prej kujt jam e frëmzume. Që në improshit, da? Po të kem po me një foto me... Ajo, o konë shumë mamati, po full... Para 20 vite. Po ti në shtave që ta kus, ki ne farlite. 30 sekonda. Edhe është për mu më burje se une jam shpërbly me medalje. Tash edhe Majlindës mi a dhonë medaljen ku me ditë qëfar histori, background, kriminal ka ai personi që ja ka dhonë medaljen, mu nuk me intereson. Edhe kera agu kërë vro Khamenei, edhe pse nuk është. Kera agu dhe të na kur është vro? Për imam Khamenei nuk kam reagu, se thënë kur të djek qumshti i fryn edhe kosit, pra ndaj vetëm e kom dhonë një deklarat ngushlimi, kur gjë tjetër, se po e shoh që ky populli janë moderniteti, modernizmi,
ka ndiku shumë keq në paragjykime, në gënjeshtrat, fillojnë mos mi besu gënjeshtrat. Dhe qiko tash, po tham, jo për juve, po ju e keni një emision ma të veçantë, mundi me thonë, aty për aty e bani diçka, edhe thirrni njerëz intelektual, doktor, profesor, njerëzi që janë përpilues të kushtetutës, Kadri Kryeziu të nderuarin, madje me një postim timin e kam dhënë në një deklaratë që ai nuk e ka pas për atë islamin. Po veç kur jemi te deklaratat i bollë që spajtuana me ty, ke thonë që Edi Rama e ka vendin burg të Hashim Thaçi. Unë besoj në pafajsinë e Hashim Thaçit. Ju a besoni? Shiko, unë aty kam bo një gabim aty për aty, kërkoj falje prej të gjithve, mirë po nuk kërkoj falje prej atyve që mi kanë shkurtu pjesët e mia, sepse unë e kom thënë